Përshëndetje, unë jam Brikina Krasniqi nga Kids Day e sot mirë se vini në podcastin e radhës. Një temë tjetër interesante, e besoj që ka me ju pëlqyer shumë, për shkak se kemi me bisedu për një temë që jo shpesh flitet, edhe për disa ndryshime që mendoj se janë shumë të duhuna për neve. E për këto, sot mysafire me mua sot është Ermira Ukajdaraj, e cila është një aktiviste jashtëzakonshme në një zë i fuqishëm në vendin tonë, që flet edhe tregon një ndryshim që besoj se secili prej neve duhet të di. Ermira, mirë se erdhe, është shumë mirë me të pasot në podcastin tonë. Është shumë kënaqësi me të qenë këtu sot me ty. Ermira, dëshirojmë ndoshta me fol pak për krejt njerëz që na dëgjojnë, në veçantë prindërit apo edhe institucionet, duke di që ky podcast është për fëmijërin e hershme, por gjithashtu edhe mbulon edhe tema tjera. Sot e kemi një temë më të veçantë që jo shumë shpesh flitet. Edhe shumë shpesh edhe keq kuptohet prej njerëzve. Kështu që për me bu matë kjartë, ndoshta a mujmë fillu me të regu njerëzve ndryshimin mes neodiversitetit dhe kur na i thojmë dikujna është me nevojat veçanta, ose është me aftësi të kufizume. Po, patjetër. Është shumë e rëndësishme diferencimi në termat të cilët i përdorim. Do me thonë në gjuhën shqipe shpeshherë termat janë të përkthyer bukfalisht prej gjuhëve të huaja, kryesisht prej gjuhës angleze, kur vjen puna te identifikimi e çfarëdo diagnoze që nuk është tipike. Po shumë e rëndësishme të përdoren termat e duhur, meqense se një siçanje njerëzore të gjithë i kemi nevojat e njëjta. Do të thonë ekziston një piramidë e nevojave të cilën e ka kriju Dr. Abraham Maslow, edhe ku secili person i ka nevojat e njëjta, ka nevojën për ushqim, për fjetje, për kujdesje, për siguri, të gjitha nevojat i kemi të njëjta. Po mënyra se si ne mund t'i përmbushim ato nevoja jo çdo herë është e njëjtë. Aftësia për t'i përmbushur ato nevoja jo çdo herë është e njëjtë. Prandaj është shumë e rëndësishme që në çfarëdo forme kur përdoret një terminologji për një person i cili nuk ka zhvillim tipik, të mos përdoret nevoja të veçanta, por të përdoret aftësi e kufizuar. Po, kjo nështë është pak ma shumë se veç terminologjia. Kjo ka të bëjë ma shumë me konceptet që janë mbrapa krejt kësaj. E kisha pas qef edhe dyqysh me mujt me e shkoklu edhe me pa taman në detaje çka nën kupton, çush e izolojmë na një fëmijë ose një të rritun kur thojmë ka nevojat veçanta, e vendosim në një farë kutije, një farë boksi, edhe kur thojmë neodiverzitet, ku secili prej neve në një fakt mendojmë ndryshe, veprojmë ndryshe, mendimet si kemi të njëjta me njëri tjetrin, edhe mandej kjo tregon dallimin mes kësaj, ndoshta jo nevoja që kemi, po ato shkathësi që mujna mi pas. Po, patjetër. Lëvizja neurodiverse, tash po quhet lëvizje, mirë po është formë shumë e natyrshme e zhvillimit të qenieve njerëzore. Çdo herë ka persona edhe çdo herë gjatë historisë ka pas persona të cilët kanë pas zhvillim neurotipik, edhe kanë qenë të tjerë të cilët kanë qenë neurodivers. Është shumë e rëndësishme, do me thonë, qasja me qenë qasje e natyrshme e diversitetit njerëzor, sepse çdo herë kur i është referu nevojave të veçanta, çdo herë ju është referu pa aftësisë, edhe çdo herë ju ka referu theksohen mungesat. Mungesat. Çdo herë ka qenë theksi, ka qenë te ajo mungesa, te pa aftësia, te vështirësia, përderisa shumë persona të cilët kanë qenë neurodivers, na kanë ofru gjaton historisë shpikje të mëdha, zhvillime të mëdha të cilave... Me këshur hollë kritike na do pa aftësi. Po, patjetër, edhe të gjithë i kemi disa aftësi ose shkatësi që na bëjnë ma të veçantë se sa të tjerët, ose një talent nështë që na bëjnë ma të veçantë se sa të tjerët. Ndërsa gjatë historisë ka pas shumë persona të cilët kanë qenë neurodivers, të cilët na kanë ofru vepra të mëdhaja të muzikës, vepra artistike, shkencore, kanë bërë shpikje të mëdha, të cilat kanë qenë pikërisht rezultat i aftësive të tyre ndryshe që kanë qenë. Prandaj është shumë e rëndësishme që qasja e neurodiversitetit është ajo lëvizja e cila e promovon, do me thonë, këtë aspektin e bukur, këtë aspektin e veçantë. Aftësit për para. Pikërisht, ato që ka bën të veçantë se cilën qenie njerëzore. Edhe njëna prej gjanave kryesore të lëvizjes së neurodiversitetit është ajo rëndësia e cila i japet qenies njerëzore edhe vlera e jetës. Do të thotë nuk është
vlera e një personit nuk është e barabart me çka mundesh me bo edhe çka s'mundesh me bo. Pikërisht. Do të thonë ose kontributin që mundet me jap ai person në shoqëri. Është për te kulturës, për te identitetit, për te prejardhjes, edhe për te asaj çka mujna me bo dhe s'mujna me bo, është identiteti njerëzor. Edhe vlera e identitetit njerëzor është e vlefshme për secilin barabart. Kështu që për këtë arsye mendoj që neodiversiteti tamam e ka në fokus çato që secili është ndryshe, por jena të barabart për para gjithë shkafit që na rrethon. E kështu që edhe vlera jonë themelore është fakti që jemi të gjallë. Do të thonë jo ajo që na mundemi me kontribu ose mos me kontribu në shoqëri. Edhe vlera e secilit person pavarësisht a ka ai person nevojë për kujdesje 24 orë, apo është një person i cili mund të jetojë i pavarur, vlera e tij siç janë njerëzore është e njëjtë. E për këta tamam muj me bo dhe këtë dallimin. Po këto në Kosovë, e dim që na gjithmonë ju kemi drejtu, ndoshta hajt le që aty se s'ka dert, ose mos u merr me to se s'ka nevojë, ose e kemi një qasje ndoshta pak ma indiferente ndaj krejt ata që janë ma ndryshë, ose që kanë nevojë për ma shumë kujdes prej neve si prenda apo si mësues apo. Qysh është e këtë situatë në Kosovë të na? Po, në Kosovë është punu shumë në atë idenë e ngritjes së vedijes. Po, lëvizja në eurodiverse kalon për te asaj, se ne të gjithë jemi të vedishëm që ekziston aftësia kufizuar. Ne të gjithë jemi të vedishëm që ekziston autizmi, po çka për te asaj? Do të thotë është punu shumë pak në emancipimin, është punu shumë pak në gjetjen e hapësirës së duhur brenda shoqërisë për këta persona. Çdo herë fokusi ka qenë edhe ka mbet në ngritjen e vedijes. Është shumë e rëndësishme. Ma shumë vetëm me ditë si koncepte, po jo mbështetjen që mujme ofru. Pikërisht. Edhe ka mbet në atë idenë që po e ngrisim si temë, po e ngrisim si vedije, po nuk kemi mundësi të bëjmë më shumë. Po që në realitet, ka shumë institucione private të cilat i kanë gjetë mundësinë me bë më shumë, të cilat krenohen me vlerat të cilat i kanë ofruar këta persona. Edhe ti je shumë aktive edhe në plot grupe edhe në plot rrjete të ndryshme për këtë çështje tamam, edhe kontributi yt është i madh. Kado që të shkojsh, kudo që të punojsh, ti e ke gjetë një mënyrë edhe si shërbëse civile e Prishtinës me kontribu në këtë aspekt. E për këto jam shumë mirënjohëse për ata që ti bën. Për mu kjo e prek shumë zemrën teme se ndoshta kam qenë vendosur për jetës në pozitë të caktume që me u marr me këtë temë edhe me qenë shumë afër zemrës, sepse unë jam nana Lekës, i cili është një fëmijë autik, edhe kjo është diçka shumë afër zemrës teme, ndoshta ka qenë çdo herë si temë e cila më ka interesuar, se unë kam studiu për psikologji, edhe çdo herë pjesa e neurodiversitetit ndoshta edhe në kohën kur nuk ka ekzistuar shumë si koncept ose si definicion, ka qenë e rëndësishme për mua, paq më tepër kur jo me bekume me pas fëmijën tim autik. Edhe për ty si ndonë është ka qenë pak ma lehtë fakti që ti ki studiu për psikologji, për me pa edhe për me mujtë me japë mbështetjen e duhur, është edhe për ato nana që nuk e kanë qysh mujnë me u qasë ose me pas një qasje ma ndryshe se sa që jemi mësu me pa çdo ditë. Unë mendoj që si non, ajo që e ka bu diferencën të unë edhe të Leka nuk është asgjë profesionale. Ajo që ka bu diferencën fillimisht është dashnia e madhe që unë e kam për fëmijën tim, që unë besoj që secila nane ka për fëmijën e vet. Edhe jep. Dhe nuk ndryshon dashuria për fëmijën nëse fëmiu ka një diagnozë ose nuk ka. Do të thotë fëmiu për zemrën tonë dhe mbetet fëmiu i njëjtë. Po, patjetër. Edhe ajo që ka bë diferencën në rastin tonë edhe të Lekës ka qenë fakti që unë e kom pas informatat edhe shumë ma lehtë e kom pranu diagnozën fillestare, e cila shpesh herë e shoh që për fat keq është sfida kryesore me cilën ballafaqohen prindërit. Se është shumë e vështirë. Secili prej neve kur bëhemi prind kemi ëndra të mëdha për fëmijët tonë.
kemi planet mëdhaja për fëmijën tonë, e imagjinojmë të ardhmen për fëmijën tonë edhe mundohemi me bo maksimumin që na mi ndjek që ato ëndra tona të cilat i kemi përcaktuar për fëmijën tonë. Edhe ato ëndra që na si kena realizu për veti dojmë. Patjetër, mi realizu për mes fëmijëve tonë. Edhe në një moment kur një fëmijë diagnostifikohet me çfarë do diagnoze e cila do ta pamundësoj realizimin e atyre ëndrave dhe planeve, është pak e vështirë që prindërit me pranu. Po, unë e besoj që ajo çka është themelore, është fakti që dashuria për fëmijën të nuk të ndryshon. Edhe çaj vullneti, edhe çaj dashuria të cilën prindi investon në to për atë ardhmen e imagjinuar, vetëm mund të kthehet në një formë pak më ndryshe, edhe të pajtohet me faktin që planet e tua ndryshojnë. Në fakt edhe planet e tona ditore ndryshojnë çdo ditë. Po na nuk rezistojmë kur vjen puna te planet e tona, po shpeshherë kur vjen puna te imagjinata jon për të ardhmen e fëmijëve, rezistojmë pak me ndryshu ato. Po ajo çka ka bo jetën tonë pak më të lehtë, ndoshta ka qenë fakti që kemi pas një support shumë të mirë prej rrethit tonë. Kemi qenë të rrethuar me shumë persona të cilët kanë pas një vedije jashtëzakonisht të ngritur, të cilët kanë qenë të hapur. Kjo shumë e rëndësishme me pas atë fshatin ndërtues për një fëmijë. Tjetër, edhe fshati gjendet në momentin që ti je i hapur. Është shumë interesant Brikena se fillimisht kur e krijon familjen edhe kur i ki fëmijët e vegjël, e ki një rreth të caktuar shoqëror të cilë ndoshta i kanë fëmijët në gjenerat të njëjtë, moshës njëjtë, ftojnë për ditëlindje, dilni pak më shpesh në park, të këndet të lodrave, fëmijët shoqërohen bashkë, po një shoqëri e tillë shumë shpejt largohet kur fillojnë diferencat. Sepse jo ndoshta që kanë qëllim të largohen, po nuk dinë si të ballafaqohen me një situatë të tillë. Edhe ndoshta kanë vështirësi me të ballafaqu me një situatë ku ndoshta e shohin që fëmiu nuk e ka një zhvillim tipik sikur moshatarët e vet. Në ato situata gjendet ai fshati për të rrit fëmijët dhe për të zhvilluar fëmijët, sepse prindi e rrethon veten me persona të cilët ndoshta kanë sfidën e njëjtë, e kanë hallin e njëjtë, edhe ndoshta me persona të cilët kanë mundësi në atë kohë, në atë moment, për t'ja ofruar. E rëndësishme që me pas mundësi me shkëmby përvojat, me shkëmby njohuritë, që me mujt me mbështet njëri tjetrin. Edhe ndoshta që e kanë mundësinë e mbështetjes emocionale, sepse shpesh herë sfida më e madhe nuk është ofrimi i shërbimeve profesionale për të cilat ka nevojë fëmiu. Sfida më e madhe është me pohu me gojën tënde që fëmiu im nuk ka zhvillim tipik. Ajo është sfida më e madhe. Edhe prindërit e mohojnë edhe presin mrekullinat ndodhin, e bojnë ndoshta maksimumin. Ka dhe pra që mundohen me shty në për doktor, në për terapi të ndryshme, gjana që mundohen ndoshta pikrisht që kjo është me e ndreq situatën. Derisa vjen të momenti që e kupton sakt edhe që me pranu ashtu si është, edhe me vazhdu me jetu, është një pik kthyse edhe për familjarët edhe për gjithë ata që i rrethon. Patjetër, edhe ajo çka është interesant është që ndoshta kur është fokusi në atë përmirësimin e sforcuar të fëmijët ose zhvillimit të fëmijët, kalon shumë kohë edhe fëmiu është fëmijë vetëm një herë në jetë. Edhe vitet e para të jetës humben prej mjekut në mjek, prej terapis në terapi, edhe ndoshta prindërit nuk e kanë mundësinë me shiju fëmirin e fëmijët tyre, duke kërku ilaç, duke kërku zgjidhje. Edhe kjo pastaj është shumë e dëmshme, sepse sa më herët pranohet që zhvillimi i fëmijët nuk është tipik, ndryshon, çfarë do forme qoftë ajo? Çfarë do forme qoftë ajo, është shumë më e lehtë edhe të krijohet një paqe familjes, edhe të pajtohen me faktin që ndoshta ai fëmijë do të ketë nevojë për një përkujdesje pak më të madhe, ndoshta edhe me kalimin e kohës do ta zën hapjen, ndoshta me kalimin e kohës do të shifet që kjo ka qenë vetëm një ngjecje e momentit të cilën
me intervenim të hershëm do ta tej kaloj. Po. Por fokusi çdo herë duhet jetë në mirëqenien e fëmijët. Po. Edhe në çat dashurinë e pakusht. Si për çdo fëmijë tjetër. Si për çdo fëmijë tjetër. Edhe me fokusi duhet jetë në lumturinë e atij fëmiu, në kënaqësinë që ai fëmijë ka në vitet e para të jetës, në fëmijërinë e hershme, në ekspozimin maksimal që ka mundësi të atij fëmiu në aktivitete, në hapësira, në gjithçka që intereson atij personalisht. Pikërisht, sepse ndoshta fëmijët me aftësi të kufizuara nuk e kanë mundësinë e shprehjes, por nuk ju mungon aftësia e absorbimit informatave. Prandaj sa më shumë që ata fëmijë ekspozohen, aq më shumë informata do të ketë brenda tyre që ndoshta do ta bëjnë diferencën në të zënunit e hapit, në çfarëdo mungesë që mund të kenë. Ose për çdo fëmijë, domethënë si për çdo fëmijë, çdo talent, çdo dëshirë që e kanë, duhet me i provu disa sene për me mujt me ditë a ju pëlqen më shumë muzika apo sporti. Do me thonë, si për çdo fëmijë duhet mu ekspozu dhe mundësive për me mujtë me ditë. Dhe nështë madje kur gjindet ajo që me të vërtet po i pëlqen, atëherë ai e shijon edhe shijon këtë familja. Dhe për këta mundet me ndiku në mënyrë drastike edhe në zhvillimin, që është të qështë edhe ti që madje edhe ndoshta është vetëm ngecje momentale dhe zhvillohet edhe matutje. Çka është shumë e rëndësishme me potencu është që intervenimi i hershëm është shumë i rëndësishëm. Por intervenimi më i mirë që mundet me ju bëni fëmiu nuk është me dërgu në terapi. Intervenimi më i mirë që mundet me ju bë fëmijët është ekspozimi me fëmijët e tjerë. Fëmiu mëson prej fëmijët në mënyrë të mrekullueshme, edhe shumë a lehtë mëson në nivelin e informatave të cilit një fëmijë i moshës së tjetër mundet me apërqu, se sani i rritur i cili mundet me apërqu fëmijët. Prandaj, leka është zhvillu jashtëzakonisht shumë dhe jashtëzakonisht mirë pikërisht prej fëmijëve të cilët i ka pas në grupin e tij gjatë kohës kur ka qenë në kopsht. Po, dhe domethënë fëmijët tjerë e kanë pranuar që ashtu çush është edhe me krejt se e kanë ndalë lojën bashk, kanë ndalë mësimet bashk, edhe ka pas mundësi me përjetu ditën që është normal sikur çdo fëmijë tjetër. Po, sepse fëmijët nuk paragjykojnë. Fëmijët janë shembulli më i mirë i gjithë përfshirjes në shoqëri. Kjo një temë shumë e rëndësishme që me pas mundësi krejtëve më jap mundësitë e njëjta. Edhe është shumë interesant Brikena, Leka ka qenë një ndër fëmijët e parë që ka qenë neurodivergjent në kopshtin e tij. Ku ka qenë, ai jemi jashtëzakonisht lumtën edhe me fat që Lekën e kemi pas në qendrën Shega, në fëmijërinë e tij të hershme, edhe mënyra se si qendra Shega ka punu me Lekën, ndoshta nuk është mënyra e shkruar e një terapie, po ka qenë një mënyrë shumë e natyrshme e ndjekjes së zhvillimit të Lekës, të cilin paralelisht me Lekën e kanë ndjekë edhe fëmijët e tjerë. Edhe për neve ka qenë jashtëzakonshme me pa zhvillimin e tij, pikërisht në bashkëpunim me fëmijët e tjerë. Edhe unë besoj që ju vetëm Leka ka përfitu në atë situatë. Po, unë besoj që kanë përfituar edhe fëmijët e tjerë. Edhe fëmijët e grupit përfitojnë empatinë, kujdesin, me pa që jo gjithë secili është i njëjtë, me heq paragjykimet. Më thonë, beneficionet janë të dy fishta, në dy anët edhe ashtu sikur që është në çdo marrëdhënie shoqënore, qoftë të fëmijëve, qoftë të rritunve, shkëmbimi i asaj që dimë dhe që mujmë, atëherë përfitojnë krejt grupet bashk. E për këta mendoj, pajtuam gjithashtu që jo vetëm Leka në këtë rast, por gjithë kush në klasë kam përfitu barabart. Po, është një shembull shumë i lezetshëm me Lekën kur ka qenë dikon 3 vjeç, edhe ne kemi punu shumë që me i mbat çorapat. Se Leka ka pas pak sfiduese këtë pjesën e ndjesisë shqetësore dhe 3 vjeç, po kretë e kanë probleme. E kanë, po, edhe nuk ka dashur me i mbat çorapat. Derisa na ka ardhur një ditë prej qendrës Shega në shtëpi me çorapat e mbathura, po të kthyme mbrapsht. Edhe mësuesja më ka dërguar fotografi shoqja e klasës, duke ja mbath çorapat Lekës. Po. Edhe Leka ka pa shoqën e klasës si po ja mbath edhe
çdo ditë mbrapa asaj dite Lika i ka mbath çorapat vet. E ka pranu Marrë mbrapsht, nuk ka lidhje, po. por e ka pranu informatën prej shoqës klasës, një informatë e cilën na kemi tentu me mujtë të tonë me mësua dhe nuk e ka pranu prej neve. Efekti është jashtëzakonshëm, është shumë ndryshe se sa na mundim veç me imagjinu. Po, prandaj është shumë e rëndësishme. Do të thonë ekspozimi i fëmijëve neurodivergjent në një klasë neurotipike është shumë e rëndësishme. Sidomos prej kopshtit. Po sugjeron domethënë që mosh sa më të hershme, që është e mundur më ekspozu dhe më shoqëru me moshatarët e vet, qoftë në kandet lojnave, qoftë në kopshte, është shumë e rëndësishme. Jo ndoshta krejt kopshtet e kanë qatë mundësi mi pranu fëmijët edhe me jap mbështetjen e duhur që secilit, e mandej kjo tani e bën edhe pak më të vështirë, sidomos në Kosovë që mbështetja institucionale është jo aq e mirë sa kishim pas qef. E vërtet, sinqerisht nëse flasim për mungesën e mbështetjes kemi shumë e fol. Po unë sot kom ardhur me një energji super të mirë dhe nuk kisha pas dëshirë me fol për sfidat dhe s'kisha pas dëshirë me fol për sa shumë kemi hapësirë me i kritiku ata të cilët nuk ofrojnë shërbime. Për mua është e rëndësishme me fokusuar ato çka mundemi me bo. Edhe çka mundet prindi me bo dhe çka mundet rrethi me bo. Kështu që ato janë gjëra të cilat mandej nuk kemi arsye tem, me thonë nuk na ka mbështetur. Shembulli yt është varet prej neve. Pikërisht, shembulli yt është shembulli më i mirë që mundna me marr që pavarësisht sfidave, pavarësisht mbështetjeve të ndryshme, ti ke gjetë mënyrë me qenë një za, po gjithashtu edhe me gjetë që tha rrethin tënd të njerëzve për me mbështet lekën në këtë rast, pavarësisht gjanave para. Domethënë, edhe nëse nuk kena një mbështetje institucionale, na mujmë prap me gjetë një shoqëri të shëndosh, ku mujmë i ofru një tjetrit këtë mbështetje që kemi nevojë. Po, çdo herë ekzistojnë grupet e prindërve, çdo herë ekzistojnë grupet mbështetëse të personave me aftësi të kufizume, çdo herë ekzistojnë persona të cilët kanë hallin e njëjtë. Kështu që çdo herë ekziston një mundësi për ta bënë diferencë në aspektin pozitiv, qoftë në jetën e fëmijës, qoftë në jetën e rrethit. Po. Kështu që po mendoj që është ndoshta një pikë shumë e fortë edhe me përmbyll këtë mohabet, që po më duket që kanë kalu veç 3 minuta. Me sa ka kuptoj që kemi rri limitin e 20 minutave që kemi caktu, me idenë që në qoftë se ka vullnet të mirë, me mbështet njëri tjetrin, gjithse cili mujna me mbështet njëri tjetrin. Patjetër. Për fund, kisha pas dëshirë me cek edhe një gjë, do të thonë është shumë e rëndësishme me të i kalu për te asaj faktit të ngritjes së vedijes. Ne si qenie njerëzore komunikojmë vazhdimisht në aspektin jo verbal. Dikun 70% të kohës ne kalojmë duke komunikuar jo në aspektin verbal. Do të thonë, përderisa fëmijët autik në këtë rast ndoshta nuk e kanë aftësinë të shprehurit verbalisht, edhe na, edhe pse kemi aftësi, nuk e bëjmë një gjatë të tillë shpesh. Prandaj normalizimi i komunikimeve alternative është një pikë tjetër shumë e rëndësishme për të cilën unë jam shumë e zashme. Përdorimi i teknologjisë për komunikim është shumë i rëndësishëm. Leka komunikon në 5 gjuhë të huaja të cilat unë nuk i di, cilat i komunikon përmes pajisjes, përmes tabletës, e cila është pajisja alternative e komunikimit. Ajo që e keni edhe përkthy në gjuhën shqipe, dhe është në dispozicion për të gjitha ata prindër nana që mund me shkarku aplikacionin. Po. Kështu që për mua është shumë e rëndësishme edhe ajo pjesë. Sot ekzistojnë edhe mundësitë të tjera të cilat jo patjetër kemi nevojë ndoshta për mbështetjen e institucioneve, është diçka që mundemi me bëna si prind. Dhe secili prej neve sot ka një telefon të mençur në dorë, të cilin mundet me ofru në dispozicion të fëmijës si pajisje për komunikim alternativ. Prandaj, kur ekziston vullneti dhe dëshira, gjithçka është mrihet, po tamam. Po gjithashtu edhe me Kids Day për të gjitha institucionet, raportimi, komunikimi me prindër është jo verbal, është krejt e shkruar nëpërmes platformës, kështu që edhe kjo është një mënyrë tjetër e komunikimit që na s'po i përdorim gjuhën, po përdorim pajisjen. E mendoj që në një mënyrë edhe Leka tash komunikon jashtëzakonisht shumë mirë në gjithë ato gjuhë. Kështu që kjo është punime për me të përgëzu edhe faleminderit sot që ishe me neve për me nda këtë temë, që ka një herë kena pak kështu si siklet qysh me anisi, qysh me bitis, po për një me sot u kënaqa shumë edhe besoj që gjithë ata që na dëgjojnë kanë pas mundësi me marrë informacione shumë të mira. Faleminderit shumë Brikena, ka shumë kënaqësi me bashkëbisedu me ty, për mua këto janë tema të cilat
me kënaqësinë më të madhe i bisedoj dhe me kënaqësinë më të madhe mundohem të paktën çat informacionin e vogël të cilin unë e kam brenda vetës me vënë në dispozicion të tjerëve. Shumë faleminderit. E ju të dashur që po na shikoni sot e po na dëgjoni, ky është edhe podcasti jon. Këtu përfundojmë e miru pafshim në podcastin e radhës.